Opinionisti i njohur i Big Brother VIP Arbër Hajdari është vënë përballë një zgjedhjeje teksa ka qenë i ftuar në një studio televizive ku i është kërkuar të zgjedhë mes dy moderatorëve të formatit, Arbana Osmani dhe Ledion Liços. Edhe pse Arbër Hajdari i vlerësoi të dy si profesionistë të vërtet, përgjigjja e tij ishte e drejtë për drejtë dhe pa hezitim. Unë kam gjetur më mirë veten me Ledionin, deklaroi ai duke bërë një diferencim të qartë. Arbëri shpjegoi se marrëdhënia e tij me Ledionin ka arritur në një stad tjetër komunikimi që shkon përtej fjalëve. Me Ledionin kam arritur në një nivel komunikimi që nuk flasim fare, jemi gjatë gjithë kohës komunikojmë vetëm me sy, u shpreh ai. Opinionisti theksoi gjithashtu etikën dhe respektin e Liços, duke thënë se ai të dëgjon dhe respekton mendimin, edhe kur është kundër, duke qenë gjithmonë shumë i edukuar. Unë kam gjetur më shumë veten, me më shumë kimi me moderatori Ledion Liço, përfundoi Hajdari. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.